Vetëm të ata që na ngacmojnë, kupton? Domethënë në rast se ai mundohet shumë, ti thua, "Ok, po i jap një shans." Po ka vajza të tjera që thon, "Filanin, po, filani çka ka këtë dhe i vjen nga pas." Më kupton? Mirë keq e realizojnë qëllimin e tyre. Unë nuk e shoh të arsyeshme që një vajzë t'i shkruaj një çuni. Ti unë goca duhet llastohet gjithmonë, duhet t'i shkruaj ai, duhet. Jo t'i shkosh ti nga brapa. Duke ngrënë vetëm me dëm tani, se kam shumë sedër. Edhe të ma përmëndin e së pastaj se që jo ti e bërë ati me fare, ti më ka ardhë nga mbrapa. Nuk më bën të ndjesha mirë. Po, kjo sedër na ka majtë. Kam i shoqe që thot për çdo gjë. Mos e kjo na ka majtë. E mirë ka. Mos ta majtë kjo. Ku po na çon për mirë. S'ka gjë. Do ja shikoj Mari një ditë. Një ditë që çka do ketë një sens, do marr sens. Apo jo Dania? Tutto passa, amore, tutto No, passa. që kalon një çka kalon. Po pastaj kur një njeriu në jetës tënde, aty thua që Absolutisht. aty thua që okay, tani çdo eksperiencë apo pas ka patur një kuptim. Çdo gjë ndodh për një arsye, sa po e mendoja. Unë e mendoj gjithmonë këtë që gjithçka nuk Çdo gjë ndodh për një arsye. Përveç se rikthimi i Jozit kjo. Nena, shko shif kekun se... Nëna iku direkt, shofi kekun. Qa keku është bosi bukë me... Inshallah ka ndryshu në gjyrë. Si tham neve, me këtë pjesën që se një këqunin ose kështu. Mu më ka ndollë, unë sa herë më ka thirrë